Deri më tani, Aleksandr Vulin ishte njeriu që i mbante lidhjet me Moskën. Largimi i tij nga qeveria. Pse u bë dhe ndoshta Vučić po kërkon që tjetë ai njeriu që mban drejt për drejt pa pasur nevojën e një ndërmjetësi të lidhjeve me Vladimir Putin, me Moskën? Në fakt, për shkak të atyre zhvillimeve që kishin ndodhur, patëm një ndryshim. Ishte një angazhim i mund të them presidentit të Serbisë për një pamje të re të autoriteteve të qeverisë në Serbi dhe kishte bërë ato ndryshime të larguar kryeministrin në Serbi dhe tani edhe të sapo përmendurin nga ana juaj Vulin, i cili ishte lidhja kryesore me Moskvën zyrtare. Por fakti që tani më ai nuk është pjesë e institucioneve udhëheqëse të Serbisë, nënkuptohet që lidhja duhet jetë me përfaqësues shtetëror, në këtë rast me përfaqësues të qeverisë, dhe padyshim se tani më Moskva zyrtare i tha apo i tregoi qarta Beogradit zyrtar dhe Vučićit se komunikimi duhet të jetë i drejtë për drejtë dhe se ju duhet të tregoni botës se jeni nga ana yne dhe në asnjë mënyrë nuk do të mund që të veproni tutje sikur deri më tani duke luajtur në të dy portat. Unë jam i vetëdijshëm dhe i bindur që kërkesa për të pasur orientime të qarta ishte nga Moskva zyrtare, për ndryshe Vučić do të kishte tentuar akoma të bëj veprime sikur se ka përfaqësues qeverisë të tij, të cilët eventualisht nuk i kontrollon si rasti Vulin që përmendot ju, apo dhe të tjerë, dhe se i njëjti po tenton që të reflektojnë mbi kërkesat, angazhimet e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo u vërtetu dhe besoj që tani do të ndryshojë loja në angazhimet e SBA-s dhe Bashkimit Evropian dhe besoj që një faturë e kësaj çështje do të shkojnë drejt Beogradit zyrtar dhe ndoshta do të ishte më mirë për vetëm kuptimin e asaj se çfarë realisht duan SBA dhe Bashkimi Evropian dhe çfarë realisht mund t'i ofroj Beogradit zyrtar duke qenë në vazhdimsi në kthjetrat e Putin. Unë besoj që tani më është e qartë çka dhe angazhimi i SBA-s dhe i Bashkimit Evropian do të jetë më i qartë dhe besoj që do të kemi angazhime konkrete për të definuar marrëdhëniet e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe një pyetje fundit, Milorad Dodik po ashtu u shfaq vetëm pak më parë në këtë paradë në Moskë, duket se hallka më e brisht, më e krisur, po them, është ajo e Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Çfarë pritet të ndodhë atje? I intereson Vučićit Vučić dhe Putin një konflikt në Republikën Srpska, në Bosnjë, ndoshta edhe për interesat e tyre, njëri për politikën e brendshme, tjetri edhe për tashmë një presion që po i vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi parë veprime sakta apo mund të themi konkrete të Milorad Dodik në Bosnjë, duke sfiduar autoritetet të zbatimit të ligjit në Bosnjë dhe përpjekjet drejt për drejta të tij në lidhje me destabilizimin e vendit, i njëjti po përgatit referendum për shkputjen e Republikës Srpska në Bosnjë nga Bosna zyrtare nga Sarajeva zyrtare, po tenton që të ketë një shtet të ri serb në atë zonë, një mbështetje e cila kishte ndodhur në vazhdimsi nga Beogradi zyrtar dhe padyshim që ky takim, kjo vizitë në Moskvë do të përcaktoj saktësisht angazhimet e tij dhe do të vazhdojnë tutje besoj veprimet konkrete për destabilizimin e Bosnjës. Një gjë të tillë ndoshta mund ndodh edhe në Kosovë duke përdorur Vučić grupet kriminale terroriste të cilët besohet se i ka trajnuar apo po vazhdojnë duke trajnuar në disa zona afër kufirit me Republikën e Kosovës dhe eventualisht mund të kemi një përpjekje për ballafaqim të dhënshëm mes Beogradit zyrtar me përfaqësues të sigurisë në Republikën e Kosovës, pa ashtu edhe me përfaqësues të sigurisë ndërkombëtare dhe lokale në Bosnjë. Thjesht janë mesazhe të qarta të dhunës, ju e dini që Vučić po kërkon mund të themi një justifikim për të arsyetuar veprimet e dhunshme, sidomos për shkak situatës
që e ka atje me protestat në Serbi, është e qartë që tani Putin e ka një moment të duhur për t'i ushtruar presja në vendeve të cilat dëshirojnë paqen dhe sigurinë në vend, në rajon përkatësisht, për të përdorur këta, mund të themi këta pjesë të dhunës që i mban akoma në Ballkan, siç është Dodik dhe Vučić, dhe unë dyshoj që së shpejti mund të kemi veprime të cilat bijnë ndesh me përpjekjet e SBA-s së Bashkimit për siguri dhe paqe dhe demokraci në rajon, dhe unë pres që në fillimet e para të pasi të kthehen të njëjtit në vendet e tyre, do të fillojnë me angazhime konkrete për detyrat që do t'i jepën në mosën zyrtare. Falenderoj shumë, ditë të mbarë, zoti Lezi. Faleminderit edhe ju.